Ftesa e nisur nga kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti për kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku ju kthye mbrapsht, pasi ky i fundit refuzoi të takohet me Kurtin për të diskutuar para seancës konstituitive të kuvendit dhe procesit të formimit të qeverisë së re. Opinionisti Det Preshi në një prononcim për Bota Sot shprehet se Kosova gjendet para një sfide shumë delikate. Kosova në këto momente e gjendet para një sfide shumë delikate që kërkon përkushtim të veçantë, ashtu siç e ka obligim dhe detyrë kryesore të plotësojë normat e saj ligjore dhe shtetërore, që mbas zgjedhjeve të nëntëshkurtit të këtij viti të formojë qeverinë e re, me që rasti takon Lëvizjes Vetëvendosje si parti fituese e këtyre zgjedhjeve që ta marrë përgjegjësinë mbi SUPE. Dhe në këto rrethana kryeministri Kurti si kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje apo partisë fituese së bashku me listën Guxo dhe Alternativën, si dhe me minoritetet jo serbe, me të cilat ka bashkëpunuar 4 vite apo një mandat të plotë, pas këtyre zgjedhjeve, kryeministri në fjalë është konsultuar duke marrë edhe një pëlqim nga ana e tyre që të udhëheqin përsëri së bashku edhe për një mandat tjetër, ka thënë ai. Po ashtu Preqi ka folur për ftesën që i dërgoi Kurti LDK-s, përkatësisht kryetarit Abdigjiku. Mirë po për krijimin e një qeverie më stabile, kryeministri Kurti në këtë rast kërkon bashkëpunim edhe me parti të tjera, duke u bërë ftesën, siç ishte rasti me LDK-n, si një parti e tretë, por që kryen veprime me vlerë për të krijuar qeverinë e re. Dhe duke u nisur nga ajo që mund të përfitohet nga ky bashkëpunim, së pari mjafton që të sjellim në kuvend numrin e dëshiruar të deputetëve për të marrë vendimet e duhura, dhe e dyta për të fuqizuar rolin e kuvendit, si tërësia e procedurave që ja mundsojnë këtij populli të përcaktojë qëllimet e veta sipas rrugëve ligjore, ka theksuar ai. Tutje opinionisti Preqi e ka komentuar edhe refuzimin e ftesës nga ana e Abdigjikut. Ndoshta për ndonjërin nuk është me rëndësi krijimi i institucioneve të reja, sa është me rëndësi pushteti dhe në këtë rast kryetari të Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, i refuzohet ftesa nga kryetari Abdigjiku, i cili nuk dëshiron të bashkëpunojë dhe të qeverisë me të tillët, duke treguar rolin e një udhëheqësi të dobët dhe të ligë që nuk duron asnjë normë dhe person mbi vetveten. Dhe kjo çështje nuk duhet të lidhet me periudhën e fushatave zgjedhore, nëse liderët e subjekteve politike janë gjuajtur me fjalë të pazgjedhura ndaj njëri tjetrit, dhe tani në këto momente vendimtare, që janë në shërbim të popullit dhe vendit për krijimin e institucioneve të reja, ta merremi ndaj njëri tjetrit në këtë mënyrë primitive, ka potencuar ai. Gjithashtu Preqi ka folur edhe për mundësinë e dërgimit të ftesave nga Kurti për partitë të tjera politike. Kryeministri Kurti ndoshta dua bëj ftesën dhe partive të tjera për të krijuar mundësinë e formimit të qeverisë së re, duke i lënë anash thashë themet politike dhe retorikën, kur me rëndësi etike janë përveç krijimit të institucioneve të reja dhe detyrimet dhe obligimet që përkojnë me shërbimet ndaj popullit dhe shtetit në kuptimin e zhvillimit dhe të mirëqenies së tij, ka vlerësuar Preqi. Sipas tij, opozita aktuale e sheh pushtetin si një fuqi absolute, jo vetëm LDK-ja, por në përgjithësi opozita aktuale e shohin pushtetin si fuqi absolute dhe duke e trajtuar vetveten si të favorshme apo shtetin e këtij vendi e konsiderojnë si vepër të mendjes dhe duarve të tyre, që do të gabohemi për herë nëse do të abuzojmë në këto forma ndaj këtij populli dhe vendi, duke ja kthyer shpinën për interesa personale dhe klanore, por duke mos harruar se për Binçin e kemi të dera që mezi po e pret momentin të na ka përdi pa dallim, ka shtuar ai. Në fund, Preqi shprehet se mund të ketë edhe një ftesë për PDK-n, dhe në rast se refuzohet kjo e fundit do të kuptohet se opozita ka bërë një marrëveshje të fshehtë. Kryeministri Kurti do ta formojë qeverinë e re me gjithë arsenalin e vet që e ka, por një ftesë do ja bëjë edhe PDK-s, dhe në rast refuzimi edhe nga kjo parti, kuptohet se opozita ka bërë një marrëveshje të fshehtë duke e refuzuar Kurtin në këtë mënyrë të organizuar, që ta merren ndaj tij në një mënyrë për të lëshuar rrugën që ta formojnë ata qeverinë e re, e cila do të ishte shumë jetë shkurtër dhe jo funksionale, ka përfunduar Preqi.